Masi për nivelin qendror votum, po halos kemi qeveri, të këqyrim apo muj me izgjedh kryetarët në nivel të komunave. Për zgjedhjet komunale 2025, i kemi hi se cili qytet në Kosovë, edhe me dronë prej havas, edhe në kom në për tokë. Ajo që kemi po është një betonizim masiv, ndërtesa të larta e gjelbrim fort pak. Komunat tona janë në zër prej kaosit urban. Shumica e ndërtuesve kanë marrë hov, e kanë hi edhe me marrë vota në politik, me marrë pushtet në për asamble. Për me marru, hala beton e ndërtesat nalta. Kërkush nuk është kundër kësaj, derisa respektohet ligji, derisa respektohen rregullat e urbanizmit. Po jo me na nxon frymën e dritën e dillit me beton e me ndërtesa ku me di sa katëshe. Këtu në debat për një me, debatin e vetëm në vend të realizum mbi standardet e fact-checkut, pra standardet verifikimit fakteve, i kemi ftu të gjithë kandidatët për me fol edhe për ndërtime pa leje, por edhe për arsim shëndetësi e shërbime publike. Ata që nuk tutën, ata që nuk e kanë mizën mas veshi, ju keni me mujt me i përcjell çdo natë. E ata që tutën, ata që nuk kanë fort qef me u përball e me u sfidu, u dha marrë ju qoftë. Ka plot emisione tjera ku folin çka dojnë me ramjet lire kanë. Mirë po tena, ka ballapaqim, debat për një me. Çdo mramje prej orës 19, mos harroni, kallxoni, kallxonin kallxo, sepse kallxo, kallxon.